Kemi rikthyer në studio dashurmiq dhe tashmë nga arti do të shkojmë tek shëndeti dhe konkretisht tek shëndeti oral do të flasim për sedacionin në stomatologji për fëmijët. Çfarë është? Kemi kënaqësinë të themi mirëmëngjes ditën e sotme stomatologes Klaudia Legisi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Çfarë është sedacioni dentar? Atëherë, sedacioni dentar, sidomos se fëmijët që e shoh prindrit janë gjithmonë më të prirur për të pyetur, konsiston në një gjendje depresioni minimal. Pra, ku thuhet, përgjigja respirator, përgjigja që japim neve verbale, jo verbale. Aspirati kardiovaskulare, sistemi respirator nuk janë të prekura. Pacientët është gjithë kohës i vëdijshëm. Procedura e sedacionit në dentistri orale, në dentistrinë e fëmijëve, sidomos u merrem më shumë me fëmijë, ka të bëjë me njohje një herë se si duhet të, në momentin që vjen pacienti, ta shpjegojmë prindërve çfarë është, si funksionon dhe nuk e shoh frikën shumë, nuk e di pse e kanë këtë. Më bëj qefi që janë të informuar, më bëj qefi që duan të di më shumë. Madje unë kam gjysore më shumë shpjegoj, se sa punoj. Më bëj qefi, po gjithsesi edhe kaq shumë paranoja nuk ka nevojë, nuk e di pse. Është një formë qetësuesi sedacioni? Tamam, as qetësuesi jo, më tepër fëmia është një gjendje të relaksuar, madje mund të qeshi pak, prandaj quhet edhe gazi gazmor, i thënë, laughing gas, i thënë jashtë. Është jashtë një përdoret rëndom fare, nuk llogaritet fare këto pyetjet. Futet fëmia, vazhdon, futet sedacion, është protokoll. Tu neve, më bëhet qefi, thash, po prapë edhe kaq paranojë. Pra, është i rekomandueshëm të përdoret vetëm tek fëmijët? Është i sigurt, por normalisht ka dhe ajo filtrat e vet. Nuk mund të, sepse ka gjendje të cilat nuk mund të përdoret, të cilat mund t'i themi edhe në vazhdim, por mund të përdoret dhe është i sigurt. Si të fëmijës, ashtu dhe të të rriturit. Po, si është efekti të këtë dyja rastet? Të fëmijët dhe të rriturit? Zakonisht, pacienti thot ndjej një pickim tek majat e gishtave. Dhe aty duhet të qëndrojë pickimi, të majat e gishtave. Nuk duhet të përhapet të gjymtyrët apo të pjesët tjera të trupit. Tjetër, pacienti thot ndjej më relaksuar. Po tash, body language me pacienti dhe me mjekun është shumë i madh. Unë shikoj edhe majat e këmbëve, se si po qëndron atletja. Prandaj dhe aty ai në atë moment unë e shoh që ai ul këmbët, duart lëshohen dhe ai është madje fillon edhe më shikon mua çfarë po ndodh, unë sjaroj gjithë kohës. Më thënë, është tamam gjendje relaksuar dhe madje ka pacient që e bëjnë edhe se më pëlqen ajo ndjesia. Ka dhe një fun fact, që jashtë përdoret dhe kanë bombulat që shiten, vetëm për të përjetuar këtë ndjesin. Seriozisht? Po, jashtë po është ndaluar. Unë se kam provuar ndonjëherë Matilda, por unë kam një pozicion klasik kur shkoj te dentisti. E ke kështu të kurrë, e di. Domethënë, kontraktohemi gjithi, edhe pse nuk ndjej dhimbje, po thjesht ide. Është fobia, prandaj edhe sedacioni te fëmijët, është edhe për të rriturit. Thjesht ka të bëjë ndryshimi i dozës. Normalisht, unë shoh se si është përgjigjja e trupit që të bëjë dhe dozimin, nuk është fikse. Dhe sa kohë ka që ka filluar të përdoret në Shqipëri sedacioni dentar? Sedacioni është shumë pak akoma. Po, shumë pak akoma. Shumë pak. Nuk është se shumë pak klinika aplikojnë. Unë tani po merrem më tepër duke studiuar, sepse kur ta implementoj në klinikën e time, dua patjetër që të jem gjithanshme. Po, gjithanshme. Po, patjetër ka dhe kosto shumë. Implementimi ka goxha kosto. Mirëmbajtja. Implementimi i sedacionit? Po, ka, sepse kushton aparatura, kushton mirëmbajtja, sa kontrollet janë shumë strikte. Duhet kontrollet bombula oksigjenit, duhet kontrollet bombula azotit. Janë shumë gjëra që... Dhe në sedacion mund të futen të gjithë njerëzit, edhe ata që mund të kenë ndonjë patologji ose ndonjë sëmundje shoqërore? Po, këtu tani për pacientët që cilët janë në gjendje që marrin në terapi me bleomicin, që është një trajtim kimioterapia, dhe pacientët të cilët janë me karakter luftarak, që janë pacientët me aspektin e autizmit me karakter luftarak, apo kriza epileptike shumë të shpeshta, apo pacientë të cilët kanë paraliza cerebrale, nuk mund të nështrojnë një trajtimi me sedacion. E veçanta e çfarë më pëlqen mua të sedacioni është që nuk i përjashton edhe pacientët kardiak.
pacientit kardiak, një kavitet oral i shëndetshëm është asi. Kaviteti oral është plot me mikroorganizma dhe një pacient kardiak duhet që gojën ta ketë rruazi. Dhe mund të përdoret edhe te pacientët kardiak. Nuk ka frikë se shoh maninë e frikës që kanë prindrit prap. E shpreh shumë se e shoh që është shumë problem. Pastaj, kundërindikacion nuk është se ka kështu absolute. Vetëm këta dy që thashë, bleomicina, që kanë probleme, dhe pacientët me SPOK, sëmundje pulmonare obstruktive kronike. Këta pacientë, duke qenë se kanë probleme me frymarrjen, në momentin që ata bëjnë azot që fusin bombulën tek hunda, sa është një maskë, një maskë të hund, po. Në momentin që futet ajo, është shumë problem në pacientët me SPOK, sepse ai nuk e ka meritë frymarrjen. Dhe mund të marrë më shumë azot se sa që nxjerr oksigjen. Thënë ndryshe që kushdo pacient që mund të vi në një klinikë stomatologjie do duhet që të ketë një filtr të mirë të kartelës tjetër. Studimet e fundit po nxjerrin edhe një lidhje me mutacionin e genit MTHFR, quhet ai. Është një gen i cili bën të mundur oksidimin e disa proteinave, nuk po i futemi. Po, e kuptoj, shkencërisht. Dhe ajo është e rëndësishme të bëhet e pacientët të cilët dyshojnë që kanë deficiencë vitaminës B12, apo të pacientët që kanë spektrin e autizmit, në mënyrë që në momentin që unë vendos azotin në organizëm, duhet patjetër që të sigurohem çfarë dozë të jap, sepse ka raste që pacientët që janë me deficiencë vitaminë B12, 2 javë përpara duhet marrin vitaminë B12. Tani, unë kam një pyetje. Pse është parë e nevojshme implementimi i sedacionit dentar, për sa kohë ne e kemi pasur si zgjedhje këto qetësuesit e thjeshtë, apo anestezin, apo... Do më thënë, qëfar nuk ka shkuar? Dentistria shqiptare është shumë e bukur dhe po zhvillohet aq shumë sa shoh studentë që sa kanë dalë nga banka po ecën. Më përpara qetësia ka qenë shpulla, nuk kanë pas vetë. Bëje një shpullë dhe pastaj më bëje gjithë për... Në shpullë? Po, dentistët e ka pas? Jo, unë se kam kapur kohën e shpullës, unë e kam kapur direkt me darë, do më thënë, njërë këte njërë ande edhe... Madhe një pacient tha, mua dha dentistë më hypi kështu, s'ka mundësi, thashë, se ka... Të që po thoni ju. Por nuk ka mundësi, thashë, po për zotit, zotit madhe. Se ka evoluar shumë, nga vitet 90 në këto kohë qete. Janë shumë të etur për dije, teknologjia, patjetër, normalisht. Ka edhe një problem, Klaudia. Pra, në momentin që ju thoni që sedacioni, sidomos i provuar shkencërisht dhe nga stomatologët, dentistët, do një kujdes të veçantë. Mirë po, pak kohë më parë, kemi patur mundësi dhe më herët me Flori. Në studio të diskutojmë këtë fenomenin e tullumbaceve me azot, cilat po përdoret në gjërë, në masë të gjërë tek fëmijët apo tek adoleshentët. Futja e sedacionit në klinikat stomatologe do të krijonte një kontroll më të madh apo do kishte një rast akoma dhe më shumë abuzimi? Shiko, bombulat e oksigjenit dhe të azotit nuk mund të merren, janë furnitor specifik. Furnitor specifik ata, nuk mund të bëhet dot ajo. Prandaj thash edhe jashtë, nuk e di se nga i gjen ato bombulat, nuk do janë tregu i zi ndoshta, po jo është e pamundur, nuk mund të bëhet. Janë shumë strikt. Kontrolli është shumë strikt. Po. Madje dhe furnitorët janë shumë të kujtojnë edhe për kontrolle, që ki kujdes se ke kontrollin, tani du të shikosh bombula, ka rrjedhje, s'ka rrjedhje. Lemë pastaj bëstash. Dhe për ta çuar deri në fund pyetjen që bëra dhe për të marrë përgjigjen e dur, pse është parë nevojshme që të zvendësohet, le të themi, anestezia me sedacion? Po, atëherë në momentin që bëhet sedacioni, anestezia lokale aplikohet përsëri, thjesht pacienti nuk e përjeton aq shumë. Nuk është se bëre maskën, bëre sedacionin dhe nuk do bëhet. Nuk është nevojshme. Jo, do bëhet. Ajo është thjesht për të ulur atë anktin, stresin, pacienti toleron më mirë karrigen, pacienti toleron më mirë atë momentin që u marr agin dhe vendos, çpimi nuk ndihet. Kjo është, normalisht ka lehtësuar shumë edhe punën e mjekut. Pra kjo bëhet për pacientë cilët janë vërtet problematik, por edhe tek fëmijët të cilët... Unë kam pacient që unë kam në gjithë shkallët me djerës, kupton edhe... E çuditshme, po si kam? Po, shumë, unë kam shumë punë me këtë. Sa është koha që mban, pra, efektshmëria e sedacionit? Në momentin që ti e ke aplikuar tek pacienti, për sa kohë është në efektin e sedacionit ai? Në momentin që aplikohet sedacioni, sa po hiqet, sa po mbyllet bombula e azotit,
aplikohet oksigjen 100% për 5 minuta dhe pastaj nuk kam mbajtje. Prandaj dhe pacienti thuhet që mund të ngaset edhe makinën, pas 15 minutash mund të ngaset makinën. Prandaj themi që është sigurt, normalisht me filtrat e veta, siç thash, nuk ka është i tretshëm, kalon, më thënë, në momentin që futet te maska nazale, janë 2 porta, 2 tuba. Sa hy njëra, del tjetra. Menduam se u aplikon dhe kështu në dhomë të hapur, që bashkë me pacienti shkonte në sedacion edhe stomatolog. Jo. Ajo, prandaj, unë ka një Zvemi. Ka goxha nga Amerika, unë kam gjuar dhe historirash për gazin, sepse kjo krijon dhe halucinacione, dhe është shumë e mirë që pacientët jetë i shoqëruar, sepse me dikë... Mendova se ishte mirë të kesh halucinacione. Jo, nuk duhet, në atë moment duhet stopoj. Megjithatë, ndoshta edhe për ta përmbyllur, paralelisht me sedacionin dhe do duhet kohë që ajo të mbërrihet edhe në klinikën tuaj, flasim pak për pacientët, për fëmijët, sa të vështirë janë, kur vjen puna tek prindrit, sa i para përgatisin kur të vinë tek stomatologu, çfarë punë bën se bëjnë me ta dhe çfarë qasje kanë ata kur vinë për herë të dytë pasi kanë provuar për herë të parë? Atëherë, puna me fëmijët është shumë e vështirë se normalisht është kontakti i parë që krijon me mjekun, me dentistin. Dhe i më shoj fort fakti që fëmia duhet në shtëpi të flasë me prindrin, prindi t'i thojë çfarë do bëhet komplet, nuk ka pse të gënjehet fëmia. Mos të përdorë presione, nuk do bëj gjilpër, të bëj gjilpëra, nuk ka gjë, nuk është se tashmë teknikat e reja nuk të dhe më gjilpëra. Është duhet i flasi, do ulesh, do të vi doktoresha. Pra gjithë procesi. Po, komplet procesi, si do bëhet? Thjesht punën teknike do ma lëre mua. Normalisht, unë në momentin që vjen në klinik, patjetër që unë vazhdoj nga fillimi prapë. Ka raste që më kanë ardhur 5 herë dhe vetëm kanë folur. Dhe herën e 6 kanë punuar. Pa, është më vështirë. Është për ne të rriturit Flori, jo më për fëmijë. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit juve, u kënaqja shumë. Faleminderit shumë. Ja, kështu me këtë bisedë qetësohu, profesor, se tani me sedacionin... A do më bësh gjilpër, do më thëmë? Do të bëj sedacionin njërë, pastaj nuk do të dëmbi fare, nuk do ndjesh asgjë, do jesh në tjetër botë, për 15 minuta të kam të merë dentist. Po që ke profesor, 15 minuta do jesh i qetë, sepse ne do t'japim reklama, një pas një vim bashkëpunëtorë, të deri të çunat e radios. Kemi ka. Kemi ka.